Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam një grua e martuar prej shumë vitesh. Martesa ime nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por ka pasur diçka që na ka mbajtur bashkë edhe në momentet më të vështira. Mënyra si lidhemi me njëri tjetrin në intimitet, jo si detyrim, por si zgjedhje. Për mua, afërsia me burrin tim nuk ka qenë kurrë vetëm fizike. Ka qenë ndjenja që ai më beson, më lejon të jem pranë tij pa barjera, pa turp, pa role të imponuara. Ka diçka thellësisht lidhëse në faktin që dy njerëz ndajnë gjithçka, edhe ato momente që për të tjerët mund të duken shumë qesharake ose shumë private për t'u përmendur. Nuk jam rritur në një familje ku flitej për këto gjëra. Gjithmonë më është mësuar se gruaja duhet të ruaj distancë, të mos shpreh dëshira, të mos tregojë kënaqësi. Por me burrin tim, gradualisht mësova se intimiteti nuk është turp, është një gjuhë. Është një mënyrë për të thënë jam këtu, të pranoj tërësisht. Ka momente kur ndihem më e lidhur me të pikërisht sepse nuk fshihem. Nuk luaj role dhe përjetoj afërsinë pa frikë. Nuk është çështje aktesh apo detajesh, por është ndjesia që merr. Ndjesia e asaj që ndodh brenda meje, një përzierje besimi, dorësimi dhe sigurie. Kjo më ka bërë të kuptoj diçka të rëndësishme për veten time si grua. Nuk ka një mënyrë të saktë për të përjetuar intimitetin, për sa kohë që ka respekt, pëlqim dhe ndershmëri mes dy njerëzve. Ajo që më jep mua ndjesinë e lidhjes nuk ka pse të shpjegohet apo të justifikohet. Sot nuk e shoh më intimitetin si diçka që duhet të fshihet apo të censurohet brenda vetes. E shoh si një hapësirë ku ndihem e zgjedhur, e dëshiruar dhe e plot. Jo sepse bëj diçka të veçantë, por sepse jam e pranishme dhe pa maska.